e cila do kishte marrë për masat e një masakre. Natyrisht, parandalimi saj meriton dhe ka vlerësim, por fakti që në Shqipëri janë krijuar mjedise të tilla, ku të inkriminuara, ku mund të ndodhin përleshje me armë të ftohta dhe armë zjarri midis 10 qytetarëve njëkohësisht të ftuar në këto përleshje, dëshmon dhe njerë shkallën e lartë të inkriminimit, të sundimit të krimit në këtë vend. De facto, Shqipëria dominohet tërësisht nga krimi. Kësaj situate i përgjigjet me cinizëm ekstrem përgjegjësi më kryesor Edi Rama, i cili vazhdoi pushimet dhe do ta denoj dhe njëherë këtu, arrestoi gazetarin në detyrë, Arjan Konomin, një publicist dhe gazetar guzimtar, për fajin e tij të vetëm, se guxoi të shtroj pyetjen: a do gjobis policia rojet e tij që parkuan në kundërshtim me ligjin? Dhe këtë akt, këtë pyetje, Edi Rama e mori si një fyrje tran ndaj të shoqes, sepse ajo ishte aty në Tovolin. E vërteta është që edhe aty tregoi arrogancën e papërmbajtur të tij. Tregoi urrëtin që ka ndaj mediave dhe urdhroi ta marrin nga lokali gazetarin, sepse ashtu ai shijonte më mirë kafen. Edhe këtë akt e kam dënuar dhe dënoj me forcën më të madhe. Ju falenderoj dhe jam i hapur për çdo pyetje. Muhamet Uraj.